Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar ka volosur një nga çështjet më të rënda të zbuluara përmes Sky ECC, duke dënuar me 15 vite burgim Ismail Zenelin, i akuzuar si organizatori i një atentati për të ekzekutuar vëllezërit Albert dhe Edmond Nela në Britaninë e Madhe. Zeneli përfitoi nga gjykimi i shkurtuar dhe dënimi i tij u reduktua në 10 vite burg, të cilat do t'i vuajnë në një regjim të sigurisë së lartë. Me vendimin e GKK-s, u dënuan edhe 5 persona të tjerë pjesë të njëjtit grup kriminal, mes tyre një emër që ka ngritur shumë pikpyetje. Ish shefi i krimeve Dedan Gjoni, i cili u dënua me 8 vite burg. Sipas dosjes, ai ka kryer veprime aktive për llogari të grupit, duke përdorur detyrën shtetërore për të siguruar të dhëna operative dhe për të mbështetur atentatin. Dënimet pas gjykimit të shkurtuar: Ismail Zeneli 10 vite burg për grup kriminal, sigurim kushtesh për vrasje dhe trafik droge; Bujar Ajeti 6 vite burg; Adrian Cenaj Dedja 4 vite burg; Dedan Gjoni 8 vite burg; Besmir Murati 8 vite burg; Albert Prenga 8 vite burg. Dosja që përmbysi gjithë grupin u çel pasi policia kriminale ndërkombëtare arriti të zbërthejë komunikimet e koduara të Sky ECC, ku u gjetën mesazhe, udhëzime, plane dhe detaje logjistike të një atentati të planifikuar me kujdes. Në ato mesazhe, Ismail Zeneli, i njohur edhe për identitetin Luan Sadria, shpreh qartë se synonte eliminimin e vëllezërve Nela për hakmarrje. Motivi i tij vinte nga një ngjarje e vitit 2013, kur Zeneli besonte se 2 vëllezërit kishin ekzekutuar vëllain e tij, Gjem Krasniqi, në Britaninë e Madhe. Për këtë arsye ai urdhëroi vrasjen e tyre, ndërsa ekzekutimin thuhet se e kishte marrë përsipër Bujar Gërmizi, i arrestuar më herët me urdhër të SPAK. Hetuesit zbuluan se ky nuk ishte thjesht një plan i hedhur në biseda, por një skem konkrete me ndjekje dhe mbikëqyrje reale. Sipas hetimeve, ish shefi i krimeve Dedan Gjoni ka ndjekur motrën dhe nënën e objektivave, ka tentuar të vendos pajisje GPS në automjet dhe ka nxjerrë nga sistemi Teams të dhëna televizjes së Albert dhe Edmond Nelës, duke e kthyer këtë çështje në një akt kriminal të kryer nga brenda institucioneve. Megjithatë, atentati nuk u realizua. Vëllezërit Nela nuk u gjetën në asnjë nga vendodhjet ku grupi përgatiti goditjen, duke detyruar autorët të tërhiqeshin. Gjatë gjykimit, SPAK ka dokumentuar se roli i Ismail Zenelit shkon shumë përtej këtij atentati. Ai rezulton si një emër kyç në trafikun ndërkombëtar të drogës, duke ndërtuar linja furnizimi nga Brazili dhe Ekuadori drejt vendeve të Bashkimit Evropian, në bashkëpunim të ngushtë me Eralbi Breçanin, një tjetër figurë e rëndësishme e botës së errët. Vendimet e GKK-s vulosën një dosje ku krimi i organizuar, trafiku ndërkombëtar dhe gjurmët e hakmarrjes u kryqëzuan me korrupsionin brenda strukturave shtetërore. Një dosje që tregon qartë se sa larg mund të shkojnë rrjetet kriminale, kur policia dhe institucionet përdoren si mjet për të realizuar urdhra ekzekutimi.